kundërshtar të faktit që partia që ka dole para edhe ish pushteti e uzurpun një drejt kushtetuese që jep përmes deputetit më të vjetër për me siguru mbarvajtjen e seancës, por me bëu diçka tjetër. Me uzurpu këtë drejt për me pengu rrjedhën e seancës. Unë mund t'ju them që këta sot vje keq mënyrë të organizume kanë ortu me pengu seancën. Ja ku i keni skenari. Skenari ka qenë i qartë. Skenari dhe vetmja punë që ka posë sot kryesuesi i seancës është me ardhë dhe me dhonë të nderuar konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdojnë me punimet me hudhë në votim edhe s'po i vendos një mirë dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues seancës për me arrit qëllime partijake politike. E cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta janë asafër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e kuvendit Kosovë. Mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng nga fatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë në pozicione ekzekutive dhe legislative në të njëjtën kohë. Por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një fakti të pamohshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë. Me ble dhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike të cilat, unë për them, edhe mas 2 ditë do t'i kenë në nivelin e njëjtë, nuk do t'kenë shumicë. A ko pyetje dikush? Faleminderit.